para shumë viteve, bashkëshorti imi ka dhënë disa lekë borxh një shokut të tij, shok fëmijëria, Bardi Spa, se ai kishte një problem ishte po ndërtonte pallate, një pallate dhe duheshin lekë. Duke ditur shok fëmijëria, ka gjithë këto vite, dhe ja dha, me mirëbesim. I troqim nga banka, ishim kursim me familjarë që punonin bashkë, Vjera. Pse nuk morët një apartament, si një zgjidhje më e mirë se sa ti humbasësh fare? Tu ishte edhe gabimi jonë, Odita. Se patëm një rast që ai se shumë hyrje ja bllokovi banka. Mirë, po në 2-3 hyrje që kishim ne mundësi të merrnim, Vjerim, babai i bashkëshortit, nuk deshte, sepse thoshte kishte, domethënë pengonte më shumë ideja se mos deshim ne të largoheshim nga ai. Edhe ne nga që nuk deshim ta shqetësomin ose ta vimi në siklet, thamë aj se po na jep. Ndoshta kujtohem vetë pa dashur t'i dëmtojmë në polici, po jo. Nuk shtyhet më kështu, sepse ishin kursime familjare, atëherë ishin fëmijët e vegjël dhe mua nuk më hyni shumë në punë. Kurse tani fëmijët u rritën, hallet problemet u rritën, Vjera në moshë. Bashkëshorti çfarë thot? Çfarë të thotë, edhe bashkëshorti ndjet edhe në siklet se ishte shkaktarja ai që ja dha shokut, e besoi, i prerë në besë. Ai sot jeton në Bilisht? Kjo është e keqja që ai sot ka ikur nga Bilishti. Ai ka ikur jashtë Shqipërisë? Që ditën që ka ikur nga Bilishti, ai ka humbur çdo kontakt me njerëzit. Domethënë nuk e di asnjë ku është ai. As shok, as miq, as kushërinj. Nuk e di asnjë vendodhjen e tij. Thonë që është në Amerikë, por ne nuk dim asgjë. Tani ka 2-3 vjet kemi humbur edhe kontaktet me Tiatin. Më shumë një njoftim njerëzve që jetojnë në Amerikë. Dikush që e ka parë ose dikush që e di që është Bardi nga Bilishti, Bardi Spa. Të paktën të njoftoj, të paktën të kem një numër kontakti ose të bisedoj, se kështu u bën vite që asnjë kontakt. Janë goxha lekë të vendosura me punë, me djersë.